Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e kësaj të martë në aksin Fier Dimal, ku një efektiv i policisë shtetit ka mbetur i plagosur me armën e tij të shërbimit nga një person i shoqëruar. Sipas informacioneve paraprake, incidenti ka ndodhur rreth orës 19, ndërsa shërbimet e policisë po transportonin 45 vjeçarin Zamir Skënderi drejt komisariatit të policisë në Kuçov. Burime bëjnë me dije se gjatë rrugës, 45 vjeçari i cili ndodhej në sjediljen e pasme të automjetit të policisë është konfliktuar fizikisht me efektivin 20 vjeçar Arsen Toska. Në mes të përleshjes, ai ka arritur t'i marrë armën e shërbimit policit dhe e ka qelluar në kofsh. Pas të shtënës, Zamir Skënderi ka tentuar të largohet nga vendngjarja, por është neutralizuar dhe arrestuar menjëherë nga 2 efektivët e tjerë që ndodheshin në automjetin e patrullës. Efektivi i plagosur është transportuar fillimisht drejt Spitalit Rajonal të Beratit, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore dhe më pas është dërguar në Spitali Traumës për trajtim më të specializuar. Fatmirësisht, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas arrestimit, gjatë kontrollit fizik të 45 vjeçarit, policia ka gjetur edhe një sasi të dyshuar lënde narkotike, e cila dyshohet të jetë kokainë. Në vendngjarje kanë bërritur forca të shumta policie, grupi hetimor dhe inspektor të Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, të cilët nën drejtimin e prokurorisë po kryejnë hetime për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të verifikuar nëse janë respektuar procedurat standarde të sigurisë gjatë shoqërimit të arrestuarit.